Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, paqja e Krishtit qoftë me ju. Ju flet Dom Shtjefni, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës. Sot arrim në ditën e 9 dhe përmbyllëse të këtij udhëtimi të ripërtritjes shpirtërore në përgatitje për festën e madhe të Rshajve. Gjatë këtyre ditëve kemi reflektuar mbi luftën shpirtërore, mbi tundimet, mbi plagët e zemrës, mbi errësirën që kërkon ta largojë njeriu nga hyji, mbi shërimin, çlirimin dhe fuqinë e Krishtit mbi të keqen. Por sot ndalemi te thelbi i gjithë këtij rrugtimi, Shpirti i Shenjtë si udhëheqës i jetës sonë. Sepse jeta e krishter nuk është vetëm luftë kundër së keqes, përpjekje morale apo mbajtje rregullash. Jeta krishter është ecje me Shpirtin Shenjtë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz lodhen shpirtërisht, sepse përpiqen ta jetojnë fen vetëm me forcat e veta. Sa njerëz mendojnë duhet jem perfekt, duhet ja dal vet, duhet ta fitoj Zotin me merita. Por Ungjilli na mëson diçka krejt tjetër. Pa Shpirtin Shenjtë, njeriu nuk mund ta jetoj plotësisht jetën e hyjit. Prandaj Jezusi para se të ngjitej në qiell, nuk u tha apostujve mbështetuni vetëm në forcat tuaja. Përkundrazi, ai premtoi do ta merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë. Sepse Shpirti i Shenjtë është ngushëllues, mësues, dritë, udhëheqës, forca e brendshme e besimtarit. Dhe sot do të reflektojmë pikërisht për këtë. Si ta lejojmë Shpirtin Shenjtë me na udhëheq. Sepse ekziston një ndryshim i madh ndërmjet të jetuarit vetëm sipas trupit dhe emocioneve dhe të jetuarit sipas shpirtit. Shumë njerëz jetojnë vetëm në nivelin e ndjenjave, mendimeve, frikrave, dëshirave, instinkteve, por Zoti na ka krijuar për diçka më të thellë. Shkrimi i Shenjtë na tregon se njeriu është trup, psikik dhe shpirt. Dhe pikërisht në shpirt ndodh takimi me hyjin. Paqja e vërtet, dallimi shpirtëror dhe udhëheqja e Shpirtit Shenjtë. Sa e rëndësishme është kjo sot, sepse jetojmë në një botë ku shumë njerëz kërkojnë emocione, ndjesi, përvoja të jashtëzakonshme, por nuk e njohin jetën e brendshme shpirtërore. Madje edhe shumë të krishterë duan ta ndjejnë, thonë Zotin, vetëm në mënyrë emocionale apo fizike. Por Jezusi thotë, çka lind prej shpirtit, shpirt është. Kjo do thotë, Shpirti i Shenjtë vepron më thellë se emocionet tona. Ai ndriçon mendjen, sjell paqe në zemër, e udhëheq ndërgjegjen dhe e transformon, e shndërron njeriu nga brenda. Prandaj, sot nuk jemi të ftuar vetëm të dëgjojmë një katekezë, por të hapim zemrën, që Shpirti i Shenjtë të filloj me na mësu, me na drejtu, me na shëru dhe me na udhëheq në të vërtetën. Sepse ka një ndryshim të madh ndërmjet fesë pa shpirt dhe jetës së udhëhequr nga Shpirti i Shenjtë. Feja pa Shpirtin Shenjtë lodh, rëndon, bëhet rutinë, bëhet vetëm ligj, ndërsa aty ku vepron Shpirti i Shenjtë, lind jeta, lind liria, lind gëzimi, lind paqja, dhe zemra fillon me ndryshu vërtet. Prandaj sot ta lutim Shpirtin Shenjtë, mos na lër të jetojmë vetëm me forcat tona. Na mëso të ecim me ty,
të dëgjojmë zërin tënd dhe të bëhemi bi e bija të hyjit që udhhiqen nga shpirti yt. Sepse si thot Shën Pali, bijtë e hyjit janë ata që udhhiqen nga shpirti i hyjit. Dëgjues të dashur vëllezër dhe motra, pasi folëm mbi shpirtin shenjtë si udhëhec të jetës son, tani duhet të ndalemi te një e vërtet shumë e rëndësishme, kush është njeriu dhe si është krijuar ai. Sepse shumë herë njerëzit nuk e kuptojnë pse ndihen të ndarë brenda vetes. Pse luftojnë me mendimet, emocionet, tundimet dhe me jetën shpirtërore. Dhe arsyeja është se njeriu nuk është vetëm trup. Shkrimi i shenjtë na tregon se njeriu është trup, psikik dhe shpirt. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë sepse ndikon drejt për drejt në jetën tonë shpirtërore. Letra drejtuar hebrejve thot fjala e hyjit është e gjallë dhe vepruese, përshkon aq sa ndan frymën dhe shpirtin. Pra Bibla e bën dallimin ndërmjet frymës së jetës, psikikës dhe shpirtit. Shën Pali po ashtu thot e tërë qenja juaj, shpirti, jeta dhe trupi u ruajt e patëmet. Pra njeriu është një tërësi, por me dimensione të ndryshme. Ta shohim trupin. Spari kemi trupin. Ky është dimensioni që shihet, preket dhe komunikon me botën përmes shqisave, pamërit, dëgjumit e kështu me radhë. Pra, përmes trupit shohim, dëgjojmë, prekim, shijojmë, nuhasim. Trupi ka nevojat e veta, ushqimin, pushimin, sigurin, marrëdhëniet dhe gjithçka që lidhet me jetën fizike. Trupi në vetvete nuk është i keq. Ai është krijem i hyjit. Por problemi lind kur njeriu jeton vetëm sipas trupit dhe dëshirave të tij. E dyta, psikika, mendja. Pra, pastaj kemi psikikën. Kjo është mendja, emocionet, vullneti, personaliteti, karakteri, kujtesa, ndjenjat. Me psikikën komunikojmë me tjerët, mendojmë, zgjedhim, ndjejmë, vuajmë, gëzohemi. Kur dikush na fyen, plagoset pikërisht kjo pjesë. Sa njerëz jetojnë me angth, me frikë, me plagë emocionale, me zemrim inat, me kujtime të dhimbshme, të gjitha këto lidhen me psikikën tonë. Por tema që po e trajtojmë sot na nxit të themi diçka shumë interesante. Shumica e njerëzve jetojnë vetëm në këto dy nivele, trupin dhe psikikën. Dhe pikërisht këtu lind problemi, sepse njeriu i mungon dimensioni më i thellë, shpirti. Shpirti është njeriu i brendshëm, vendi ku hyji flet me ne, shpirti. Vendi i paqes, vendi i dallimit shpirtëror, ku e bëjmë shoshitjen e shpirtrave, i zbulesës dhe i bashkimit me Zotin. Në shpirt ne adhurojmë, lutemi, dallojmë të mirën nga e keqja dhe e përjetojmë praninë e hyjit, pra në shpirt e përjetojmë. Pastaj e kemi atë që thot Shën Pali, njeriu natyror
nuk i kupton gjërat e shpirtit të hyjit. Pra, sepse gjërat shpirtërore nuk kuptohen vetëm me logjik apo emocione. Ato kuptohen në shpirt. Sa e rëndësishme është kjo sot, sepse jetojmë në një kohë ku njerëzit ushqejnë trupin, ushqejnë emocionet, ushqejnë mendjen, por e harrojnë shpirtin. Dhe kur shpirti mbetet bosh, lind zbrazdia, konfuzioni, humbja e kuptimit dhe lodhja e brendshme. Prandaj shumë njerëz kanë gjithçka, para, sukses, kënaqësi, por nuk kanë paqe. Sepse paqja vërtet lind në shpirt. Tema që po e trajtojmë sot në nxit, ta kujtojmë edhe një të vërtet shumë të bukur. Shpirti ynë bëhet i gjallë kur rilind shpirtërisht. Pra, përmes pagëzimit, hirit dhe jetës me Krishtin, shpirti i shenjtë fillon me banu në ne. Dhe atëherë jeta fillon me ndryshu nga brenda. Prandaj trupi dhe psikika nuk duhet ta sundojnë jetën tonë. Shpirti duhet t'i udhëheqë ato. Kjo do të thotë, emocionet tona, mendimet tona, dëshirat tona, vullneti ynë duhet të ndriçohen dhe udhëhiqen nga shpirti i shenjtë. Sepse kur njeriu jeton vetëm sipas instinktit, trupit, sipas emocioneve, sipas impulsit, ai e humb drejtimin. Por kur shpirti i shenjtë fillon ta udhëheqë njeriu, mendja kthjellohet, zemra gjen paqe, ndërgjegja ndriçohet dhe jeta e merr drejtimin e hyjit. Dhe ndoshta kjo është pyetja që duhet ja bëjmë sot vetes, çfarë po udhëheq jetën time? Trupi, emocionet apo shpirti i hyjit? Të dashur vëllezër dhe motra, pasi e reflektua mbi faktin se njeriu është trup, psikik, gjithsesi mendje dhe shpirt, tani ndalemi te një pyetje shumë e rëndësishme. Si bëhet shpirti ynë vërtet i gjallë? Sepse njeriu mund të jetë fizikisht i gjallë, emocionalisht aktiv, intelektualisht i zhvilluar, por shpirtërisht i fjetur. Dhe kjo është një nga tragjeditë më të mëdha të kohës sonë. Shumë njerëz jetojnë pa jetë të brendshme shpirtërore. Mund të kenë punë, sukses, njohuri, kënaqësi, por brenda ndjejnë zbrazdi, lodhje, konfuzion, mungesë paqeje, mungesë kuptimi. Pse? Sepse shpirti i njeriut është krijuar për hyjin. Dhe pa Zotin, pa hyjin, ai mbetet i uritur. Prandaj Jezusi i thot Nikodemit, duhet të rilindni prej së larti. Kjo është rilindja shpirtërore, jo një rilindje biologjike, jo një emocion kalimtar, por një jetë e re
që vjen prej Shpirtit Shenjtë. Jezusi thot, çka lind prej mishit, mish është, çka lind prej shpirtit, shpirt është. Sa e thellë është kjo fjalë. Njeriu mundet me jetu vetëm sipas mishit, sipas instinktit, sipas dëshirave, tekave, sipas krenarisë, mendjemadhësisë, sipas egoizmit. Por Shpirti i Shenjtë e thret në një jetë tjetër, jetën e bijve të hyjit. Dhe kjo fillon në mënyrë të veçantë përmes pagëzimit. Në pagëzim, njeriu nuk merr vetëm një ceremoni fetare. Ai rilind shpirtërisht. Rilind. Shpirti i Shenjtë fillon me banu në të. Prandaj Shën Pali thot, a nuk e dini se jeni tempull i Shpirtit Shenjtë? Sa e bukur është kjo. Hyj nuk dëshiron vetëm të na vizitoj, të na ndihmoj nga larg, por të banoj në ne, të banoj në ne. Dhe kur Shpirti i Shenjtë fillon me vepru në zemrën e njeriut, mendja fillon të ndriçohet, ndërgjegja zgjohet, zemra fillon me kërku të vërtetën, lind etja për lutje, për paqe, për shenjtëri. Por duhet të theksojmë edhe diçka shumë të rëndësishme. Jo çdo gjë shpirtërore ndihet emocionalisht. Jo çdo gjë shpirtërore ndihet emocionalisht. Kjo është shumë aktuale sot, sepse shumë njerëz mendojnë, nëse nuk ndjej emocion, Zoti nuk është me mua. Nëse nuk kam ndjenja të forta, nuk kam fe. Por Shpirti i Shenjtë vepron më thellë se emocionet. Ai vepron në heshtje, në ndërgjegje, në dritën e brendshme, në paqen që nuk vjen nga bota, në ndryshimin gradual të zemrës. Sa herë hyj punon në heshtje, një person fillon me fal më shumë, me lut më shumë, me pas më shumë paqe, mu largu nga mkati, me kërku të vërtetën. Kjo është shenjë e jetës në shpirt. Sepse Shpirti i Shenjtë nuk sjell vetëm emocione fetare, ai sjell transformim, shndrrim. Ai e zbut zemrën, e ndriçon mendjen, e çliron ndërgjegjen dhe gradualisht e bën njeriun më të ngjashëm me Krishtin. Prandaj jeta e krishterë nuk është vetëm me besu në Zot, por me jetu në shpirt. Kjo do të thot, ta lejoj Shpirtin Shenjtë me ndryshu, me mudheq, me mësu, me më thonë jetë nga brenda. Sepse ka shumë njerëz fetar nga jashtë, por jo të rilindur nga brenda. Ndërsa Krishti nuk erdhi vetëm me kriju njerëz të themi kështu religios. Ai erdhi me kriju njerëz të rinj. Dhe ndoshta kjo është pyetja më e rëndësishme sot, apo jetoj vetëm një fe të jashtme, apo po jetoj vërtet në Shpirtin Shenjtë. Sepse aty ku vepron Shpirti i Shenjtë, lind jeta e re, lind paqja, lind liria. Dhe zemra fillon me marr frymë me jetën e Zotit.
Të dashur vëllezër dhe motra, pasi reflektuam mbi rilindjen shpirtërore dhe jetën në shpirt, tani arrim te zemra e kësaj katekeze, Shpirti i Shenjtë si udhëheqës i jetës sonë. Sepse jeta e krishterë nuk është vetëm me ditë disa të vërteta fetare, ose mi mbaj disa rregulla, apo me i kry disa praktika. Jeta krishterë është të lejosh Shpirtin Shenjtë me të pri çdo ditë. Ndaj tema e sotshme është me të udhëheq Shpirtin Shenjtë, me të pri. Dhe kjo është diçka shumë më e thellë. Shpesh njerëzit mendojnë se feja është vetëm çka duhet me bë, çka nuk duhet me bë, çka është e lejueshme, çka është mëkat. Por Jezusi nuk erdhi vetëm me na dhon rregulla. Ai erdhi me na dhon Shpirtin Shenjtë, Shpirtin. Sepse pa Shpirtin Shenjtë, feja bëhet barë. Tëre fillon me shiku fen vetëm si punë. Ligji bëhet i rënë dhe zemra lodhet. Dërsa aty ku vepron Shpirti i Shenjtë, lind liria, lind dashuria, lind paqja. Dhe njeriu fillon me jetu të mirën jo nga frika, por nga dashuria. Sa e rëndësishme është kjo, sepse ka dallim të madh ndërmjet një njeriu që thjesht zbaton rregulla dhe një njeriu që ecën me Shpirtin Shenjtë. Shën Pali thot, bijtë e hyjit janë ata që udhëhiqen nga Shpirti i hyjit. Pra shenja e pjekurisë krishter nuk është vetëm dituria fetare, në kuptimin kam dije, i di 10 urnimet e të Zot, e di Biblën, thuaj përmendsh, por udhëheqja nga Shpirti i Shenjtë. Çfarë do të thotë kjo konkretisht? Do të thotë ta dëgjosh ndërgjegjen e ndriçuar nga hyji, ndërgjegjen. Të kërkosh vullnetin e Zotit. Të lejosh Shpirtin Shenjtë me të korrigju, me të frymëzu, me të drejtu në zgjedhjet e jetës. Sepse shumë njerëz jetojnë vetëm sipas impulsit, vetëm sipas emocioneve dhe ngatrojnë këto me Shpirtin e Zotit, ose vetëm sipas interesit personal. Dërsa Shpirti i Shenjtë e fton njeriu në të vërtetë, në dashuri, në urti, në shenjtëri. Jezusi thot për Shpirtin Shenjtë, ai do t'ju udhëheq në të gjithë të vërtetën. Sa e bukur është kjo. Shpirti i Shenjtë ndriçon mendjen, e bën zemrën me dallu të mirën e të keqen. Dhe ndihmon njeriu mos me humb në konfuzionin e jetës, e kësaj bote. Sepse sot jetojmë në një kohë me shumë zëra, shumë ideologji, shumë manipulime, shumë gjëra që e turbullojnë njeriu. Dhe pa Shpirtin Shenjtë, zemra e humb drejtimin. Prandaj shumë njerëz nuk dinë çka është e vërteta, nuk dinë kujt mi besu, nuk dinë çfarë rrugë me zgjedh. Por Shpirti i Shenjtë është dritë për mendjen, paqe për zemrën dhe drejtim për jetën. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme, Shpirti i Shenjtë nuk bërtet. Ai nuk manipulon, nuk imponon, nuk shtit diçka me zor, nuk të poshtron. Ai flet heshtje,
në ndërgjegje, në paqe, në dritë dhe në të vërtetë. Djalli sjell konfuzion, frikë, nxitim, trazim, dëshpërim. E Shpirti i Shenjtë sjell kthjellësi, paqe, durim, dashuri dhe drejtim të brendshëm. Sa herë njeriu e ndjen këtë në zemër? Kur je larg Zotit, zemra rëndohet, ndërgjegja turbullohet, paqja humbet. Por kur jeton me Krishtin, zemra fillon mu qetësu. Lind drita e brendshme. Dhe njeriu fillon me dallu më mirë të mirën nga e keqja. Ai nuk thot vetëm apo më pëlqen as po më pëlqen. Thot, kjo është e mirë, kjo nuk është e mirë. Qoftë edhe nëse është e vështirë, thot jo, kjo është për shkak se është e vërtetë, këtë duhet me bë. Prandaj jeta e krishterë nuk është vetëm të mos bëj keq. Zotni nuk kam bën kur gjë keq. Jeta e krishterë është me leju Shpirtin Shenjtë me më udhëheq çdo ditë. Me më udhëheq, thon, shko kësaj rruge. Mos shko andej. Kjo është e mirë, kjo nuk është mirë. Pra, familje, në marrëdhënie, në punë, në vendime, në vuajtje, në tundime, në zgjedhjet e jetës. Sepse Shpirti i Shenjtë nuk dëshiron me qenë vetëm mysafir në jetën tonë. Ai dëshiron me qenë udhëheqësi ynë. Udhëheqësi që ecë bashkë me ne, të udhëheq, prin. Do shta kjo është pyetja që duhet t'ja bëjmë sot vetës. Kush po e udhëheq jetën time? Kush? Egoja ime? Frika ime? Emocionet e mia? Apo Shpirti i Zotit? Sepse vetëm kur Shpirti i Shenjtë e udhëheq zemrën, lind paqja e vërtet, lind liria, dhe jeta fillon me marr drejtimin e hyjit. Dashur vëllezër dhe motra, pasi reflektuam mbi Shpirtin Shenjtë si udhëheqës të jetës sonë, tani ndalemi te një temë shumë e rëndësishme për jetën e krishterë. Dallimi ndërmjet ligjit dhe hirit. Sepse shumë njerëz e jetojnë fenë vetëm si detyrim, vetëm si listë rregullash, vetëm si përpjekje njerëzore dhe si pasojë lodhen, acarohen, rëndohen, e humbin paqen, qoni ku majt këto, pse ai tjetri s'mi man. Madje nga njëherë largohen edhe nga Zoti. Pse? Sepse përpiqen me arrit shpëtimin vetëm me forcat e veta. Por shkrimi shenjtë, Bibla, na mëson shumë qartë. Askush nuk shëlbohet vetëm duke mbajtur ligjin. Askush. Shën Pali thot,
Me anë të ligjit, vetëm njihet mëkati. Është sikur ai termometri që tregon sa ke temperaturë. Ama ai vetëm tregon diçka. Nuk të shpëton, nuk ta hjek temperaturën. Pra edhe ligji. Pra, ligji ka një rol shumë të rëndësishëm. Na tregon çka është e mirë, çka është e keqe dhe sa shumë kemi nevojë për shpëtim. Teologji thotë dhe shëlbim. Ligji është si një pasqyrë. Kur shikosh në pasqyrë, ajo tregon fytyrën tënde, por nuk mund ta shëroj plagën apo ta pastroj zemrën. Në të njëjtën mënyrë, ligji e zbulon mëkatin, por nuk e shëron zemrën. Dhe këtu qëndron problemi i madh i njeriut. Shpesh dëshiron, me thonë kështu, me fitu Zotin me forcat e veta. Sa njerëz mendojnë nëse bëjmë mjaftueshëm vepra të mira, Zoti ka më pranu. Nëse i mbaj gjitha rregullat, ka me qenë i drejtë. Nëse përpiqem shumë, ka me meritu hirin. Por hiri nuk mundet mu meritu. Hiri është dhurat, quhet gracia, gratis. Falas. Edhe fjala me të fal, me thonë dhurohet falas, ta jep Zoti. Shën Pauli thot, me hir jeni shëlbuar në saje të fesë. Sa e bukur është kjo. Shpëtimi nuk blihet me fjalë tjera. Nuk fitohet me krenari, me ndjemadhësi. Kuptimin ja, unë e kam bërë këtë. Jo. Nuk arrihet vetëm me përpjekje njerëzore. Ai pranohet me përvujtëri dhe besim. Hiri i shenjtë pranohet me përvujtëri dhe besim. Kjo nuk do thot se veprat e mira nuk kanë rëndësi, jo. Por veprat e mira janë fryti i hirit, jo zëvendësimi i tij. Veprat e mira janë fryti i hirit. Sepse njeriu nuk e shpëton vetveten, nuk shërohet vetë, nuk bëhet i shenjtë vetëm me forcën e karakterit. Ai ka nevojë për shpirtin shenjtë. Përvoja e Shën Paulit, le të na kujtohet. Shën Pauli thot, po e vrej brenda vetes, dua të bëj të mirën, por bëj të keqen që nuk dua. Sa aktuale është kjo. Sa herë edhe ne dim çka është e drejtë. Duam me ndryshu. Duam të jemi më të mirë, por përsëri bijem, lodhemi, dështojmë. Pse? Sepse vetëm vullneti njerëzor nuk mjafton. Njeriu ka nevojë për hirin e Zotit, Dhe kjo është arsyeja pse Krishti erdhi. Jo vetëm me na dhënë urdhërime, por me na dhënë jetën e re në shpirt. Sepse ligji i shkruar jashtë nesh nuk mundet me ndryshu zemrën. Vetëm shpirti i shenjtë mundet me bën këtë. Sa e rëndësishme është kjo. Ka njerë që luten, agjerojnë, mbajnë rregulla, por zemra e tyre mbetet e ashpër. Pa paqe, pa dashuri, pa gëzim. Pse? Sepse feja pa shpirtin shenjtë bëhet barr. Ndërsa aty ku vepron shpirti i shenjtë, zemra ndryshon. Njeriu fillon me dashur të mirën. Lind paqja, lind liria, lind dashuria, ti milshudo idena, nuk kapësh me ngërç për disa idena. E Shën Pauli thot, nëse ju prin shpirti, nuk jeni nën ligj. Kjo nuk do të thot bëj çfarë dua, çfarë teket. Jo.
do thot zemra fillon me jetu nga brenda, si pas vullnetit të hyjit. Jo nga frika, jo vetëm nga detyrimi, por nga dashuria. Shumë e tërë shpirtëror thonë, pse e bëjmë një vepër të mirë, për shembull? Janë vetëm dy arsye, ose nga frika, ose nga dashuria. Nuk ka tjetër. E ne jemi të ftuar me bë mirë nga dashuria. Dhe ndoshta kjo është pyetja që duhet t'ja bëjmë sot vetes. Apo përpiqem ta jetoj fen vetëm me forcat e mia? Apo po ja lejoj Shpirtit Shenjt me ndryshu zemrën time? Sepse jeta e krishter nuk është mundim pa shpirt, tu i dhonë zor. Jeta e krishter është bashkim me Krishtin dhe ecje në udhëheqjen e Shpirtit Shenjt. Dhe aty ku vepron hiri, mëkati e humb pushtetin. Zemra gjen paqe dhe njeriu fillon me jetu në lirinë e bijve të hyjit. Të dashur vëllezër dhe motra, jeni duke shoqëruar me valët e Radio Marisë së Kosovës, një zënj krishter në shtëpinë tënde, me ju çdo mështifni. Jemi duke reflektuar në ripërtritjen shpirtërore për shaj. Tema është të lejojmë të udhëhiqemi nga Shpirti i Shenjt. Pasi reflektuam mbi dallimin ndërmjet ligjit dhe hirit, tani arrim te pyetja shumë konkrete: si t'jetojmë realisht të udhëhequr nga Shpirti i Shenjt? Sepse është e mundur t'jesh i pagzuar, të vesh në kish, të lutesh, madje edhe t'i di shumë gjëra fetare, por prap si prap t'jetosh kryesisht sipas frikës, krenarisë, mendjemadhësisë, impulsit, emocioneve apo vetëm me forcat e tua. Nësa Shpirti i Shenjt dëshiron jo vetëm t'jetë i pranishëm në jetën tonë, por të na udhëheq. Dhe kjo kërkon diçka shumë të rëndësishme: dorëzim, lëshim në duart e Zotit. Sepse problemi më i madh i njeriut shpesh është ky: dëshiron ta kontrolloj vetë jetën. Sa po shfaqet një problem, me njëherë shqetësohemi, kërkojmë zgjidhje me forcat tona, mbështetemi vetëm logjikën tonë ose veprojmë nga emocioni. Por jeta në shpirt fillon kur njeriu mëson me thënë: o Zot, çka dëshiron ti? Kjo është shumë e rëndësishme, sepse Shpirti i Shenjt nuk na udhëheq si sklever. Hajde tash ti, biri kësaj, të bërtit, të urdhnu. Kjo është sklavëri, dashur vëllezër e motra, kjo është dhunë. Zoti nuk ushtron dhunë. Ai na udhëheq si bi e bija të hyjit, jo si sklever, si bi dhe bija të hyjit. Ai nuk e shkatëron lirinë tonë. Ai nuk na poshtron, sa do që kemi ra poshtë. Ai nuk na manipulon. Përkundrazi, ai e ndriçon zemrën tonë që ta zgjedhim të mirën me dashuri dhe liri. Me dashuri dhe liri.
jo me ngërç, jo me frikë, me dashuri dhe liri me zgjedh të mirën. Tema që po e trajtojmë sot është shumë e bukur. Jeta e krishterë nuk është mundim përpjekje pa shpirt, por bashkim me shpirtin shenjtë. Sa herë njerëzit përpiqen me ndryshu vetveten vetëm me vullnet të vet. Të bëhen të mirë vetëm me përpjekjet njerëzore, me luftu mkatin vetëm me forcat e tyre. Dhe lodhen. Sepse pa shpirtin shenjtë, zemra mbetet e dopt. Por kur njeriu fillon me bashkëpunu me hirin, gjërat fillojnë me ndryshu nga brenda. Jo me njëherë në mënyrë magjike, por gradualisht. Jetën shpirtërore nuk mundesh mi ka përcy 5-6 shkallë. Gradualisht. Pa e kalu shkallën e parë nuk mundesh me kalu në dytë. Shpirti i shenjtë e zbut zemrën, e ndriçon mendjen, e forcon vullnetin, pastaj e në gjendje edhe me sakrifiku, me përballu dhimbjen, sepse është të udhëheq shpirti i Zotit, jo emocionet. Merë shembull vetëm nanën ose babën, që qohët thuja se në mesnat me ushqy fëmijën e vet ose me çun te mjeku. Nuk është e këndshme, por e bën nga dashuria dhe e përballon. Sepse është e udhëhequr nga dashuria. Pra, kjo e ndihmon njeriu me ecë në të vërtetën. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme, shpirti i shenjtë nuk vepron vetëm në momente të jashtëzakonshme. Ai dëshiron me na udhëheq në jetën e përditshme, në familje, në punë, në raporte, në vuajtje, në zgjedhje kur marrim vendime, në tundime, në heshtje, sepse shenjtëria ndërtohet pikërisht aty, shenjtëria. Shpirti i shenjtë e shkruan ligjin e Zotit në zemrën tonë. Sa e thellë është kjo? Shpirti i shenjtë e shkruan ligjin e Zotit në zemrën tonë. Ligji që është i shkruar vetëm jashtë nesh, mund të na tremb, të na detyroj, ose të na lodh. Por, kur shpirti i shenjtë vepron brenda zemrës, njeriu fillon me dasht të mirën. Sado që është nganjëherë e hidht, ama fillon me dasht të mirën, me kërku të vërtetën. Nuk knaqet vetëm apo më pëlqen as po më pëlqen, po do të vërtetën. Fillon me urrejt mkatin. Kur shpirti i shenjtë vepron brenda zemrës, njeriu fillon edhe me gjet gëzim në jetën me hyn. Sa do që është vështirë, ai është në gjendje me gjet gëzim. Kjo është jeta në shpirt. Jo vetëm duhet, jo vetëm është ndalueshme, por dua të jetoj me Krishtin. Sa ndryshim i madh është kjo. Shën Pali thot, shkronja, letra, vret, ndërsa shpirti jep jetë. Prandaj,
Nuk mundemi mu fokusu vetëm ngerma, vetëm në regula, regulore e kështu me radhë, pa shpirt. Prandaj edhe feja pa shpirt shenjt bëhet rutinë, bëhet barë, formalizëm, sa përsye faqe. Dërsa aty ku vepron shpirti i shenjt, lind jeta, lind gëzimi, lind paqja. Mundesh me pas edhe 100 probleme, por e kini paqen të zemrës. Lind dëshmia e vërtet. Dhe kjo shihet edhe në predikim, në lutje, në shërbim. Fjala që vjen vetëm nga mendja nuk ka fuqi me ndryshu zemrën. Keni vrejt edhe do shta dhe ju në familje, kur i thu diçka vetëm me mendje kështu, por pa shpirt fëmia me njerë e vren. Edhe nuk e prek, si me thonë. Vetëm zemra e prek zemrën, ose fjalë që dalin prej zemre e prekin zemrën edhe ndryshojnë jetën. Vetëm shpirti i shenjt mundet me prek zemrën e njerëzit. Sa herë kemi parë këtë? Një njeri e dëgjon një predikim, një fjalë të thjesht, një varg nga ungjilli, një rresht, dhe jeta e tij fillon me ndryshu. Pse? Sepse shpirti i shenjt vepron heshtje në zemrën e tij. Kjo thot më ka prek. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme sot, shpirti i shenjt nuk dëshiron vetëm me na ndihmu her pas here. Ai dëshiron me udhëheq jetën tuaj, jetën tonë, me transformu zemrën tonë, dhe me na bën njerëz të rinj në Krishtin, njerëz të rinj. Prandaj pyetja për secilin prej nesh është: apo jetoj vetëm me forcat e mia, apo po ja dorëzoj vërtet jetën shpirtit shenjt? Sepse aty ku shpirti shenjt udhëheq, lind liria, lind pjekuria, lind paqja, dhe zemra fillon me jetu si pas zemrës Krishtit, si pas zemrës së Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, sot po arrim në përmbylljen e këtij udhëtimi nëntditor të ripërtritjes shpirtërore në përgatitje për rshaj. Gjatë këtyre ditëve kemi reflektu mbi luftën shpirtërore, mbi tundimet, mbi plagët e zemrës, mbi errësirën dhe mashtrimin, mbi çlirimin, mbi shërimin dhe mbi nevojën që zemra të kthehet te Zoti. Por sot arrim te përfundimi më i bukur. Jeta krishtere nuk është vetëm luftë kundër së keqes, por jetë e udhëhequr nga shpirti i shenjt. Sepse shpirti i shenjt nuk erdhi vetëm më na dhon ngushëllim ose emocione fetare. Ai erdhi me na udhëheq, me na transformu, me na shenjtëru, e më na bë njerëz të rinj në Krishtin. E ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme që duhet ta mbajmë sot në zemër. Feja nuk është vetëm përpjekje njerëzore, një mundim, mi dhon zor. Sepse sa herë njeriu përpiqet vetëm me forcat e veta, vetëm me rregulla, vetëm me frikë, ai lodhet. Por aty ku vepron shpirti i shenjt, lind paqja, lind forca, lind drita, lind liria,
dhe zemra fillon me ndryshu nga brenda. Shën Pauli thot, bitë e hyjit janë ata që udhëhiqen nga shpirti i hyjit. Sa e bukur është kjo. Hyji nuk dëshiron sklever të friksuar, njerëz të shtypur nga barra fetare, apo besimtar vetëm nga jashtë, vetëm të duke mund si besimtar. Madje ta vej edhe kryqin qaf, ose ja, unë jam besimtar, vetëm nga jashtë. Ai dëshiron bi dhe bia që ecin me të, që e kanë këtë vetdije që unë jam biri i Zotit, bie e Zotit, jo sklav. Dhe kjo është jeta në shpirt. Të mos jetojmë vetëm si pas emocioneve, vetëm si pas mendimeve tona, vetëm si pas botës, por ta dëgjojmë zërin e shpirtit shenjtë. Ta kërkojmë vullnetin e hyjit. Çka po do o Zot ti? Dhe të lejojmë që ai ta drejtoj jetën tonë. Sa shumë ka nevoj bota e sotme për njerëz të tillë. Njerëz me paqe të brendshme, me dritë në zemër, me urti që nuk ngutën shpejt e shpejt, me dashuri, me shpresë, sepse bota është e lodhur nga zhurma, nga urrejtja, nga konfuzioni, nga egoizmi, njerëzit bë vetjak, nga boshllëku zbrastira shpirtërore. Dhe vetëm shpirti shenjtë mundet me ripërtri zemrën e njerit. Prandaj kjo ripërtritje shpirtërore nuk duhet me mbet vetëm një seri katekezash, ose vetëm disa emocione të bukura, apo disa reflektime kalimtare. Ripërtritja shpirtërore duhet të bëhet fillim i një jete më të thellë me hyjin, fillim i lutjes më të sinqertë, fillim i kthimit, fillim i jetës në shpirt, jo vetëm në emocione, në bark, as jo vetëm në mendje, por në shpirt. Sepse nga njerë personi edhe me mendje mundet, unë ku me ba këtë, ku me ba atë, nesër do të bëhem i shenjtë më njëherë. Shëfe, me mendje mund me shku shumë largë, pa realitet, pa këmbë në tokë. Prandaj vyn zemra. Sepse aty ku shpirti i shenjtë pranohet, zemra shërohet. Familja ndryshon, njeriu rilind, dhe jeta merr drejtimin e hyjit. Dhe tani, para se ta përfundojmë këtë takim, ta vendosim zemrën tonë në praninë e Zotit dhe të lutemi së bashku. O shpirt shenjtë, dhurat e Atit dhe e Birit, eja në zemra tona. Në ndriqo mendjen, ndërgjegjen dhe zemrën. Na mëso të ecim në të vërtetën, të jetojmë në dashuri dhe të kërkojmë gjithmonë vullnetin e hyjit. Na çliron nga krenaria, mendjemadhësia, nga frika, nga egoizmi, nga mkati, veset, dhe nga gjithçka që na largon prej Zotit. Shkruaje ligjin tënd në zemrat tona.
Mos lejo që feja jonë të mbetet vetëm zakon, tradit, formalitet, sa për sy e faqe, apo rutin, thjesht mekanikisht t'i bëj disa ceremoni. Por bëj jetën tonë të mbushur me pranin tënde, me paqe, me gëzim dhe me frytet e shpirtit shenjtë. Na mëso ta dëgjojmë zërin tënd, ta dallojmë të mirën nga e keqja, dhe të ecim çdo ditë si bij e bija të hyjit. O shpirt shenjtë, udhëhiqi familjen tonë, kishën tonë, popullin tonë dhe gjithë jetën tonë. Eja dhe ripërtri zemra tona. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, me ju ishte Dom Shtjefni, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës. Faleminderit që ishit pjesë e këtij udhëtimi shpirtëror në përgatitje për Rshaj, festën e ardhjes zbritjes së shpirtit shenjtë. Mos harroni, jeta krishtere nuk është vetëm përpjekje njerëzore, por jetë e udhëhequr nga shpirti shenjtë. Dhe aty ku shpirti shenjtë vepron, lind jeta e re, lind paqja, lind shpresa, dhe zemra fillon me jetu me vetë jetën e hyjit. Ju bekoft, hyj gjithpushtetsëm. Ati, e biri, e shpirti shenjtë ju udhëheq gjithmonë, e Zoja e bekuar ju ruajt kudo që jeni, kudo që shkoni. Amen.